Në tregun e bagtive të fushës së Shtojit, tregu kryesor i gjë së gjallë për Shkodrën dhe mbi Shkodrën, në këtë fundvit, sa e përket çmimit të bagtive dhe mishit, ka opinione të ndryshme. Sipas kasapëve, çmimet janë normale për këtë kohë. Unë punoj tash sa vjet, 30 vjet që merrem me mish, sektori i mishit, nuk ka lëviz, ka bagti. Ka bagti, çmimi është si ka kënë vjet edhe si mjet. Shitet 12.000 lek mishi i viçit, mishi i lop 6.500, 7.000, mirë është çmimi. Edhe i qingjit 12.000, çmimet janë neutrale. Edhe për fermerët që dalin në treg për të shitur bagtit e tyre, çmimet janë të pranueshme dhe në pikën e fundit përfaqësojnë koston e mundin dhe shpenzimeve që kanë bërë për rritjen e tyre. I fije çmimet e nolta janë, për atë që blen, kurse për atë që shet, e dine që shet se ja ka ba mundin. Kështu që gati të thuish aty është, me mundin e me çmimin. Po çmimi i mishit? Nuk është nelt. Nuk është çmimi i nalt, jo. Nuk është çmimi i nalt. Pse ankohen atje? Po mirë, aty s'ka ku me marr lekun. E unë që kam dalë me shitur, s'kam dalë me fal. Me i marr hakun, mundit tem. Me i marr hakun, mundit tem. Ti mund të mojsh sa dush, po vlerë sa, sikur me kanë të ble për veti, sa i shka kilja. Ndërsa për blerësit, çmimet janë të shtrenjta në raport me të ardhurat që kanë familjarët për të përballuar blerjet. Shtajt janë, për i herë janë shtajt. Shtajt janë, për këtë kohë. Edhe mishi, shumë shtajt. Për këtë kohë, po. A shtajt se ka i pëgjë qaj i shtajt. Kur s'ka shtet, njështu. Ndërkohë, fermerët jashtë kamrave shprehen se është e nevojshme që shteti të kontrollojë më mirë gjendjen e bagtive që vijnë nga importi për të shmangur konkurrencën e dyshimt në krahasim me bagtitë e fermerëve vendas. Sipas tyre, kjo do të siguronte cilësi më të lartë të mishit dhe produkteve të tij, si dhe do të shmangte çmimet abuzive.